Këtë të premte u zbulua një magazin ku fshihej lëndë narkotike e përgatitej për shitje në doza në Tiranë. Në pranga nga operacioni i koduar Warehouse u arrestuan 5 persona, ku më konkretisht shtetasit Gjojzina, Redion Kushi, Erdi Gjiriti, Ardit Citaku dhe Angelina Koçi. Policia sekuestroi 9 kg kanabis sativa, sasi kokaine, 2 armë zjarri, 2 armë të ftohta, 2 automjete, 6 aparat celular dhe sende të tjera të kundralishme. Gjatë operacionit policor të komisariatit nr. 4 në pranga 5 persona me styre dhe një vajzë. Ndërkohë nga kontrollet e kryera në magazin, blut gjetën një valixhe me 9 kg lëndë narkotike të dyshuar kanabis sativa të ndarë në pako dhe një armë zjarri pistolet. Sasia e drogës e amballazhuar brenda valixhes dyshohet se është marrë nga një grup kriminal nga Sukthi dhe është sjellë në Tiranë nga Gjojzina, 25 vjeç, në bashkëpunim me të fejuarën e tij 22 vjeçare Angelina Koçi, me një automjet tip Toyota Yaris në magazinën në pronësi të babait të Redion Kushit. Lëndën narkotike e ruan të Erdi Gjirishti, i cili gjithashtu e shoqëronte çiftin teksa transportonin drogën me makinë. Një tjetër i përfshirë në këtë veprimtari kriminale është edhe Ardit Citaku, 22 vjeç. Në momentin e operacionit ka qenë i pranishëm në magazin ku edhe janë sekuestruar disa doza kokaine. Gjatë kontrollit në shtëpinë e Gjojzinës, blut zbuluan një pistolet dhe 2 armë të ftohta, ndërsa të arrestuarve të tjerë ju sekuestruan 2 makina, 6 celular dhe një shkop bejsbolli. Grupi hetimor dyshon se ata janë përfshirë në trafikun e drogës prej të paktën një viti. Edhe pse 5 të arrestuarit kanë pranuar akuzat dhe kanë treguar skemën që përdornin për aktivitetin kriminal, mendohet të mos kenë bashkëpunuar vetëm. Policia thotë se vijon hetimet për të identifikuar të tjerë personat përfshirë në këtë veprimtari kriminale.